edhe në një fenomen të përditshëm që ka pasojë serioze për jetën e qytetarëve, që lidhet pikërisht me parkimin në rresht të dytë, i cili trajtohet si vepër penale vetëm në ato raste, dua të theksoj, ku pengohet seriozisht qarkullimi i mjeteve të emergjencës, të ambulancave, të policisë apo të zjarfikses, dhe sigurisht dëmet do të ishin kolosale nëse për shkak të papërgjegjshmërisë të dikujt i cili parkon aty dysh dhe sfidon hapur shtetin, rendin, sigurinë, policinë, çdo autoritet tjetër, mund të digjen banesa, mund të ketë fatalitete, kështu që absolutisht përballë një situate të tillë, të dokumentuar dhe nga statistikat e ardhura nga policia e shtetit, ne nuk mund të rinim apatik, përkundazi duhet ndërhyrje ligjore në mënyrë që kjo të jetë një masë e fortë parandaluese për çdo kënd që është i papërgjeshëm dhe sfidon hapur ligjin dhe të drejtën e çdo kujt tjetër që të vazhdojë jetën normalisht dhe aq më tepër ku bëhet fjalë për ambulanca, për zjarfikse dhe për policinë e shtetit e cila mund të jetë në operacione ndryshme. Një tjetër, po ashtu, ti hape rrugën gjithkohën e ka hapë, në fakt me kohë me vakt, por po flasim për qytetarët dhe për ato që u kanë ose tjetër. Një tjetër element i rëndësishëm i kësaj pakete është forcimi, ja dëgjoj këtë se gazetarët kanë më shumë interes për këtë, jo për ato batutat e tyre, dëgjoj këtë. Tani, qeveria shqiptare ka marrë një angazhim që nuk ka ndodhur kur më parë, kështu e gjetëm, kështu e kishit lënë, pavarësisht se bëni shumë të ndjeshëm ndaj mbrojtjes së fjalës të lirë, në fakt për herë të parë shteti shqiptar shkon me një nizmë shumë serioze, ku ka duke në mbrojtje të shprehjes, pra lirisë së shprehjes dhe një vendi më demokratik që i përqafon punën dhe misionin e gazetarëve, pa e vendosur ata përpara presionit për procedim penal për shkak të akuzave që mund të bëhen për shpifje, sidomos kur ata janë në mirëbesim, apo kur qartësi ata po kryejnë detyrën e tyre duke respektuar etikën dhe misionin e gazetarit, nuk mund të ketë kursesi ndjekje penale për ta. Qeveria shqiptare ka shprehur qartë vullnetin e saj dhe kjo ka qenë në konsultim pa dyshim dhe me Komisionin Evropian, por nuk jemi mjaftuar vetëm këtu. Krahas dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, kemi shkuar dhe më tej, duke garantuar mbrojtje specifike për ta, ku në nenin që përkon me kanosjen, në fakt ne ashpërsojmë dënimin për çdo kënd i cili po kanos gazetarin, i cili është i qartë që po kryen detyrën e tij, dhe pra ne kemi një veprim të dyfish për gazetarët, jo vetëm i lehtësojmë ata nga çdo kallëzim i mundshëm për shpifje, po shkojmë akoma më tej duke vendosur një standard të ri që nuk ka ekzistuar më parë në Shqipëri për mbrojtjen specifike të gazetarëve në, si shpreh kjo e qartë, e vullnetit të qeverisë shqiptare për të stimuluar lirinë e shprehjes dhe punën investigative që bëjnë gazetarët, kur gjithmonë ata e kryen atë në funksion të detyrës tyre, në funksion të kodit të etikës dhe misionit tyre shumë fisnik që ne padyshim vetë e inkurajojmë. Nga ana tjetër, do të thoja që në tërësi kjo paketë ndryshimesh përfaqëson një politikë penale më të qartë, më të drejtë dhe më efikase. Ajo synon jo vetëm dëshkimin e krimit, por parandalimin e tij, mbrojtjen e viktimave dhe garantien e sigurisë për qytetarët. Është një hap konkret drejt një sistemi penal modern, funksional dhe plotësisht të përputhshëm me standardet evropiane. Ju ftoj ta mbështesni këtë paketë jo si një akt formal, por si një investim për sigurinë, drejtësinë dhe të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Dua të sqaroj që nga gjithçka që është përmendur këtu, në fakt u tha gjatë ditës sotshme që nuk është konsultuar me Komisionin Evropian. Apo më keq akoma që Komisioni Evropian ka shprehur rezerva dhe e ka kundërshtuar. Totalisht e pavërtet. Ka njëmori takimesh, ka njëmori komunikime shkresore dhe me email, ku jo shumë larg nga sot, ata kanë shprehur përkundazi për sa i përket dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, që inkurajojnë qeverinë shqiptare që për këtë çështje e cila vjen sigurisht dhe provokon diskutime, ka paqartësi,
të bëjnë sa më shumë në mënyrë proaktive qartësi për pozicionin e qartë të qeverisë shqiptare, i cili është konsultuar me Komisionin, dhe ky është ajo çfarë ne paraqesim para jush. Është zgjidhja më e mirë që ne mund të ofronim duke pasur fokus pikërisht gazetarët